Kryesisht nëse referojmë disi dhe përmbytjeve dhe duke patur kështu një eksperiencë të keqe, jam në ditën e premte aty pak a shumë pritet që të ketë një lloj stuhie në zonat bregdetare kryesisht, pra në Durrës, në Shkodër. Po Durrës, Shkodër, Kryqëteti, Vlora do të jetë prapë dhe një front tjetër. Dhe edhe ky sigurisht sepse tashmë toka ka qenë shira të vazhdueshme, është e lagësht dhe rreshtet të pakta aty menjëherë shkaktojnë dëme, sepse toka është e ngopur nga rreshtet dhe prapë premta do jetë problematike. Erë fort në det, stuhi, sepse është një tjetër ciklon që po pritet po vjen në Adriatik dhe ky do përfshi territorin ton. Pastaj do jetë kjo pauzë, do të kemi këtë paqen, le të themi, për momenti, po sërish edhe muaj mars parashikohet të jetë me rreshje i ngrohtë dhe me rreshje të cilat do të vazhdojnë të jenë një pasnjëshme. Kemi ishte çuditshme këto formacionet barike, se është profesioni im dhe unë e dashuroj. Dhe e bëni më së miri në fakt, komplimente. Faleminderit. Kanë qenë këto frontet vërtet kanë qenë problematike se kanë shkaktuar, sidomos Italia është përballur, po edhe tek ne kanë ardhur në Itali, në Francë, në Mesdhe, në Itali dhe detet e Shqipërisë, kanë qenë tamam si të kronometruar, po thuajse një zonë e zgjeruar e cila nuk ka ndalur duke u furnizuar me masat e ngrohta dhe të lagështa dhe kanë qenë një ciklone të një pasnjëshme.